Po, me fabulën e parë. Kam dy fabula me miq që kanë në studio, le të fillojmë me fabulën e parë. Kam bërë një titull ombrell me qëllim që kemi mundësi të bëjmë parantezë sa të duan, mos dalim nga e bëra me qëllim të. Kush dhe përse për e rrethon qeverinë e Ramsit 4. Le të futemi pak në konspiracion, aq sa të mundemi, me etik sigurisht. Po gjithsesi, le të mundohemi të kuptojmë, po e filloj me Denisin me që vjen për e të parë në emisionin tim. Denis, po ta lë fjalën ty, më bë një, të lutem, futu direkt në thelb. Sipas teje, çfarë është duke ndodhur? Pra rasti është rasti Balluku, ishte rasti Veliaj, tani është Balluku. Ishte kjo sot, thuaje, Marta Kosi në Tiranë, me superlativa për Ramsin 4. Ramsi 4 që talli me gazetarët talli, kuptimi bënte batuta me ata, ishte duke në formë kështu. Relax. Relax total. Doli hapur në mënyrë tha, ne tha e lejojmë drejtësim, po ndërkohë tha, kjo është egzageruar, nuk ka precedent. Pra luajti me dy, Denis, fjala jote. Po unë mendoj që kjo historia e rrethimit të Ramës ti mirë ke gjetë si titull, nuk është i keq intriguesësh, po mendoj që Ramën e rrethon vetëm Rama. Pra në një kuptim edhe nuk është lojë fjalë. Ne do hedhim gjithë skenarët. Ky është një skenar. Unë mendoj që ky është skenari kryesor. Pse? Po. Tani gjithë ne kemi në dorë të ndërtojmë situata nga më të ndryshmet në biznes, në politikë, në ekonomi, në media, në qoftë media, kudo. Qartë. Dhe Rama ka kriju atë habitatin e tij ku ka vendosur gjithë njerëzit që do ai sipas asaj që do ai. Dhe gjithë kjo që po shmerr sot si produkt është në fakt zgjedhja e tij. Është mënyra se si ai ka vendosur të ndërtojë veten e vet. Pra është master of puppets, thotë. Eksakt. Pra, çfarë bëri Rama gjithë këto vite? Hoqi ca njerëz që kishin background publik, pra hoqi profesor, hoqi jurist, hoqi ekonomist, edhe mori ca njerëz pa identitet. Në rreth vetes vet, është me strategji, nuk është e pamenduar. Është gjithë me strategji. Nuk ka nevojë Rama për mend. Rama si pëlqen vetëm ajo që do ai, që di ai, aq sa di ai. Ndërkohë që ai pretendon që di shumë. Se çdo njeri ka pretendim. Edhe unë po të isha të kapi mandatin e 4, po Denis, më fal po. S'do pirja për njëri fare, bile do i largoja, nuk do të gjëja njëri fare. Nuk gjykohet pra. Në këtë rast Rama nuk gjykon dot as veten. Se është kjo pikë. Pra gjyqtarët kanë vdekur, janë pushkatuar, metaforikisht, Rama veten e vet nuk mund ta gjykoj dot. E shikon gjithmonë lart e më lart. Po ta vesh re, ai është gjithmonë i lumtur, ka gjithmonë një rekord ndryshe nga të gjithë frekuencat që kemi ne të tjerë. Sa 2040, 2050, pse jo? Gjithmonë e bëri. Është një frekuencë komplet tjetër. Ne i dukemi shumë normal për të qenë në nivelin e tij anormal. Pra në kuptimin jo pejorativ të fjalës. Po ai se di nuk i ka gjetë akoma njerëzit e simbiozës vet. Ata ekzistojnë vetëm jashtë, po diku jashtë që nuk i lidhet fare, mund t'i takoj rastisht. Qartë. Dhe nuk ka këtu fare ky njerëz. Pra këta të gjithë janë numra që ti do shkosh atje, ti bëj këtë, ti firmos të, mos mblodh me këtë, mbaroje këtë, pra është vetëm këtu. Bides tani është lodhur edhe nga këto, nuk merret fare as me këto. Duhet merren sa të tjerë. Pra imagjino, përfituro tani që Rama të kishte ca njerëz që thoshte dëgjoj, po ja fut kot me këtë kabinetin e ri qeveritar për shkak që bëri tani, se 2 muaj ka qeveriare. Mban mend ti emra ministrash, unë jo. Me kanë vështirë, do të hap listën e Këshillit ministrave, ti njohtos, edhe ato që kanë qenë ministra, janë thjesht ca njerëz që ishin aty, por nuk thonë ndonjë gjë. Për shembull, thot gjë Mirela Kumbaro? Tmerr. Ministra e arsimit gruaja e botës. Merë diare e niveleve të larta, ka 12 vjetë që është një diare e pamarrë. Dhe vetëm qesh, jo, unë i kam shumë qef njerëz që qeshin. Se njëri që qesh, duhet ketë praktikisht dhe humor. Po nuk më rezulton në tillë, vetëm qesh. Prandaj e quhet diare. Mora një si... Bëre shumë që mos shumë, jam dakord me ty Denis. Kam asgjë personale. Jo, unë jam dakord me ty, bëre mirë që u s'kisha kështu. Po kur mendoj për shembull që është ministri i arsimit, sikur më krijoi një dilemë madhe kjo historia, kupton? Jo se duhet të jetë patjetër profesor me master, në fund fare, ministri është menaxher. Po ku e gjetën këtë njeriu ta çojnë te arsimi? Ndoshta nga përvoja që ka 12 vjet? Se është mjaftueshme kjo. Dhe që ka qenë pedagoge ndoshta? Po pse përkthyese ka qenë, përkthyese po dhe pedagoge. Operatore turistike që turizmi. Do të thënë praktikisht mund bëhet edhe një kameraman drejtor televizioni, fjala vjen. Qëse ka ambicie të jo. Nëse marrim këtë lloj rregulli që duhet të jesh me patjetër një pedagog që të bëhesh ministër. E ka pasur mi keshku këtë, rinde shumë Ramsin. Okay, po mirë për rregull. Pra vim te varianti që caktohen ata që duhen, ata që smërzisin, ata që qeshin kot, ata që qeshin, ata që piptin fare, ata që urdhërohen kollaj. Dhe
Që mos i mbetet qefi kësaj shkretës, diaresi për mëndje. Mund përmëndesh dhe të tjerë Denis për të qenë luajal. Më zduke s'u e kemi me atë, s'kemi asgjë me atë. Po farë, më. Ajo është gjunaf, po për të flasim se... E përmënda se më Se unë përveç Belinda Balluku dhe Elisa Spiroparit, fatikisht, në këtë qeveri, nuk është se njoh njëri tjetër, realisht. Base njihni juve. Nga anonimat, do të thosh. Elisa është kush është, vlla? Ka vite që ka krijuar një figurë publike, mediatike etj. Je dakord me mua? Po bëja një bisedë. E njohin njerëzit pra. Ka vizibilitet. Po pra. Po bëja një bisedë. Edhe simpatike është, nuk e shithua atë. Po mirë, nëse vendos. E imagjinoj listën e kryeministrave pra kota tani deri sa bëj një parantezë. Unë më shumë imagjinoj një ditë sikur t'ja lëj të hapi krahun Ramsi. Shumë bosh më burr. Se Por simpatike më burr. dot më. Nëse është me pëlqim pastaj kam përshtypjen që Je di që je në nivel diskriminimi këtu. Jo fare, pozitiv. Diskriminim pozitiv. Ose unë them që e vetmja, dëgjoj, nuk ka përmbajtje valla. Okej. Është vetëm formë gjithçka. Ndoshta, po Përmbajtja është vetëm formë, nuk ekziston. Kështu që pse jo? po dakord, më rregull. Shive Ramsin 2 metra valla. Po mos ishte 2 metra ato. Ishte kaq i fuqishëm pyetje po bëj. Edhe i thinjur që reflekton. Tani është tjetër gjë, një ditë më duk si Ismail Qemali, Denis. Komplet valla, një dalje tjetër ishte komplet Ismail Qemali. Se di pse ka ky fiksimi që tjetë si Ismail Qemali, se mendoja që ai do të krijojë atë identitetin e vet, po ra viktime e mitit, edhe ai vet. Çudi pra, që ai s'ka pas mite kur. Imagjino tani që kemi një treshe që duan të ngjajnë ose dyshe, që duan të ngjajnë Ismail Qemalit. Për shembull, edhe Ulsi Maja do të ngjajë Ismail Qemalit. La Rama Mjekër, la dhe Ulsiu. Po një sekond, Ulsi Maja i ngjan dikujt tjetër, Denis. Po them se Jo, po e di kujt i ngjan. Shikoni në fytyrë dhe kur flet. Edhe kur flet sidomos, po edhe në fytyrë. Ju nuk ju shkon mendja valla. Kujt? Dhe ftoj gjithë publikun tani, që po na ndjek këto momente. Jo, se kam parë me sy, unë do e them, shikoni me sy dhe më shkruani pastaj, kam drejt apo jo, mund ta kemë gabim, po unë e ndajmë suksesin bashkë se pyetjen e shtrova. Bravo, e ndajmë bashkë, kujt i ngjan Ulsi Manja valla, në fytyrë dhe në të folur, në diksionin që përdor, në mënyrën si flet dialektin të gjitha këto. Ja i shkon mendja? Një personazh publik dhe ai që s'ka lidhje me politikën fare. Aktor humori. Hajde po ju ndihmoj, po jap sa indicie. Unë do merr Zërbe. Ulsiun vet. Kë? Unë do merr vetëm me Ulsiun. Nuk do shpërndahem fare. E di kujt i ngjan më kur. Jepi. Beskallakut. Do t'i vem Besit Mjekër, pastaj ta kuptoj. Ka pas Besi Mjekër, deri vonë më duket se e ka akoma. Nuk e di. Se këti më jam pam. Shikoni me kujdes, i ngjan Beskallakut kur flet dhe si fytyrë i ngjan shumë dhe Qimpekës. Unë Ulsiun e ka. Shikoni Qimpekën valla me vëmendje. Shikoni dhe Ulsiun. Qimi çpati që deshte me ngjaj Ismailit. Për edhoj dhe e dramës. Kush? Qimi. Ka përshtimin se Qimi e ka pas Mjekrën para. Jo, më brapa e la. Nëse Mjekra është e mod tani. Pa dashni po logjikojmë. Okej, më dakord në rregull. Po nëse këtë të Beskallaku valla, do e shohësh me këtë sy të lutem? Duhet të shoh Besin një herë, pastaj të shoh. E ke parë Besin apo Beskallaku është në për ekran? Ta shoh në këtë prizmë. Ka një të forur Uliziu më, ka një të forur me Besin më. Dëgjoj se. Është perle papaku. Si u edhe mban. Nisu u prapëm shumë o. Si u edhe mban humorin, unë kam mik edhe prandaj e përdor ta bëj dy me. Ulizini nëse na shikon, nuk kemi asgjë me ty valla. U hap muhabeti kot fare. Fare s'kishim asnjë plan. Jam paranteza. O Denis, që të hap muhabetin vlla. Sipas teje ka vetëm një tezë, sipas teje një skenar, pra Edi Rama siç e thoni ju, Ramsi Kata siç e them unë. Është i rrethuar vetëm nga vetja e vet thua ti. Pra është aura që ka krijuar vet. Për mua po. Denisi thot për mua po. Direkt, a je dakord me Denisin zoti Gupi apo je kundër? Nuk jam dakord. Nuk je dakord. E pranoj arsyetimin e tij, por do i shtoj edhe një por. Ka edhe një skenar. Atëherë je dakord, por do ta plotësosh. Ka edhe një por, do ta. Po jep. Unë mendoj që brenda vendit, për shkak të dominimit gjatë politik për 4 mandatesh, nuk ka një kundërshtar politik që realisht ta rrezikojë. Ama për te kufive, pra faktorin ndërkombëtar, mendoj që është e vetmja forcë, le ta themi kështu, ose mjeti i cili mund ta rrethojë Ramën dhe i duhet krijonte një antidot. Cili është antidoti që ka krijuar Rama ndaj këtij rrethimi dhe si e ka ndërtuar këtë antidot? Po ta vëmë re gjithë leadershipet sot politike, qoftë në Bashkimin Evropian, qoftë në vendet kryesore, nuk janë leadershipet gjata. Pra nuk kemi modelin e Ramës, përveç se në Turqi, që të ketë 2, 3, 4 mandate. Edhe Orbani në Hungari. Po edhe Orbani në Hungari, por Orbani është rast përjashtimor. Dhe do e pasoj Meloni në Itali. Do e shohim. Po shohim, Meloni është mandati i parë apo? Çfarë do të çani dhe kjo është dhe praktikë për shembull që bën Departamenti Amerikan i Shtetit. Përfaqësuesit vinë takojnë dhe thonë çdo gjë po ecën mirë, reformat po shkojnë mirë, ndërkohë që kur del progres raporti Departamenti dhe godet qeverinë. Sepse i duhet gjithmonë një fren ndaj gazet që merr pushteti ose ndaj shtrijes së duarve, po e themi kështu. Në këtë rast, le të kujtojmë edhe në kontekst çfarë ndodhi këto 2 javë të fundit, erdhi Flemingu. Flemingu për popullin që po na shef tani në këtë moment që nuk e njeh, duhet kujtuar cili është.
Po, është një nga përfaqësuesët. Është ndihmës sekretari i shtetit? Shtetit, po, amerikan, për çështjet edhe të I departamentit shtetit amerikan, po. Le takoj po. Mark Fleming. Le takoj kryetarin, shefin e SPAK-ut, Altin Tumanin, në ditën time ka takuar dhe prokurorin e çështjes, zotin Dritan Prençe, që është aktualisht prokurori për çështjen e zonjës Ballukut, dhe ka takuar dhe zotin Klodian Brau. Flitet që në fshehtësi ka takuar dhe ministrin e brendshme Albana Koçiu. Pse në fshehtësi? Jo, ajo nuk është përnjeshtuar, e ka takuar atë. Dakor, po nuk u bë kaq publike sa këto. Po, nga opozita takoi Gaz Bardhin, Tabakun dhe Belindin. Belind Lishin, po. Kështu që Rama e di që ndërkombëtarët, në mënyrë që, si le të themi, të bëjnë një lloj frenimi pushtetit e tij dhe dominancës së tij të gjatë, duhet që ta lënë pushtet për shkak sepse nuk ka një kundërshtar real që e rrezikon. Dhe ka vota duhet ta thonë, pavarësisht si inxhinierohen votat, ëh. Po votat i ka, nuk është pa vota tani Rama. Çfarë ndodh? Mos bëjmë dhe ne karikaturë fare. Jam dakord. Një nga strategjitë më të mëdha perfide në politikë është që ti duhet ta kthesh armën e kundërshtarit në forcën tënde. Pra është pak a shumë si thuash gurët që do të gjuajnë ty, duhet t'i kthesh në tempë. Po ç'na mëson antikiteti? Po këtë do të them, po se kjo nga antikiteti vjen dhe vjen nga religioni. Është pjesë e religionit kristian. Atë Rama çfarë kuptoi në parantezë ose në parakohë? Kuptoi që në mënyrë që Rama të ketë pushtet, si vetë si lider, pra si kryeministër, duhet të sakrifikojë bashkëpunëtor. Duhet të bëjnë nga një kurban për çdo mandat. Pra jo nga një mund të bëjë nga 2 dhe nga 3, po duhet të bëjë kurban njerëzit më të afërt të qartë. Dhe këte kanë treguar këto 4 mandate. Mandati i parë. Po, atë Rama po. Jo, po ti themi. Mandati i parë, shkurt çfarë mo? Mandati i parë kush është kurban o Sebastian? Denis. Tahiri. Kurbani i parë kush është? Tahiri mandati i parë. Samir Tahiri mandati i parë. Mandati i dytë? Mandati i dytë ka qenë Arben Ahmetaj. Mandati i tretë. I dytë apo i tretë i Ben Ahmetaj? I tretë ishte Ben Ahmetaj. Po filloi te i dyti më duket? 2000. Po për shkak të veprimeve që ka filluar që në atë kohë, senatorit. Po jo, më dhe në të dytin duket pas një personazh, por s'ka mundësi. Nuk është, kishte vetëm qeverisje normale sepse kaloi vetëm në qeveri. Dalë mos se i dyti ishte SPAK-un lojo për te i dyti. 2016 u bë reforma. 2017 u bë reforma. 2017 u bën zgjedhjet pra. Efekt fare. Po kur filloi pra goditja e SPAK-ut para? 2021 pra më pas ka filluar. S'ka pas atëherë ndonjë goditje fare? Nuk ka pasur. Përveç Samir Tahirit, edhe ai ishte kërkesë ndërkombëtarëve për shkak të. Po këta janë më vonë këta Lefter Koka e këta? Gjithë bashkë. Beqja? Janë gjithë bashkë. Edhe Beqja? 2021. Edhe Beqja? 2021. Ah, okej. Dhe mandati i dytë ishte mandat pas SPAK Lefter. Pas SPAK. Ishte i qetë i tretë dhe... Okej, dakor. Në mandatin e tretë, po dalë më t'i thënë për njerëzit. Në mandatin e tretë ka qenë Veliaj, Ilir Beqa, Lefter Koka, Alçi Bllaku, janë shumë. Erion Veliaj. Po më gjithë grupi Erion Veliaj. Po, që u sa grupi. Edhe Balluku është tani në fund. Balluku është te mandati 4, po, fillim. Pra ti beson që është Rama mbrapa Çka ka vendosur Rama? goditjes Ballukut. Rama i kuptoi që kufomat e bashkëpunëtorëve duhet i bëj mur mbrojtës ndaj ordhive që po mundohen ta sulmojnë pushtetin e tij. Dhe kufomat do jenë muri i pushtetit të tij në mënyrë që ai të legjitimojë qëndrimin e tij. Po pra tani na thuaj ka precedent në antikitet ose në religion me që më thesën. Duhet precedent tani. Shiko, në religion dhe kryesisht e kanë bërë. Se mua më vjen Rozafa, që është miti jon, që duhet varrose që mos prishej muri prap. Që duhet të ishte një, ë? Shiko, të futin themelet e mureve që mos binte. Nga antikitetit nuk më vjen data e saktë çani, po këtë ka bërë Papa Aleksandr Borxha, i cili është bërë dhe serial i famshëm. Po Borxha i famshëm. Po Borxha i famshëm. Akuzat më të mëdha ndaj tij ishin korrupsioni, amoraliteti, në mënyrën se si ai drejtonte kishën dhe çfarë bëri? Dhe ç'bëri ai? Dhe kur erdhi që ta pushtonte, mos gaboj, për shkak se tash informacion nuk ka rëndësi, na duhet thelb. Francës ai vendosi të vishej si njeri i varfër me rroba të rreckosura, vajte në një mal dhe i priti mbretin atë kohë kur erdhi. Si më thëmë për ta ndëshkuar për mënyrën si drejton të kishën, i dha një imazh komplet ndryshe nga ai që e përfituronin. Dhe i tha, nuk e di çfarë të kanë thënë, po kjo është jeta ime. I tha, unë përti të rritu në mal, çfarë kameleoni. Kameleoni, edhe Rama si katërt. Rama thot, ju mendoni që unë i imponohem këtyre, i Detroit firmosin, i kam bashkëpunëtor si lëshoj, jo, unë lej drejtësinë bëj punën e vet. Unë jam një njeri që respektoj ndarjen e pushteteve, jam një njeri që nuk vej askënd mbi ligjin, jam një njeri që nuk vej askënd mbi Shqipërinë. Shqipëria është më e rëndësishme se Partia Socialiste. Këtë do t'rregoj muri i bashkëpunëtorëve të tij dhe kufomave. Marsidi i papar, pra përveç tezës që ti e pranon të brenda vendit. Tezës së vetme të brenda vendit që tha Denisi. Shaurula e vetme ordhia. Pra nuk e hedh poshtë tezën e Denisit. Por shtoj që ka dhe tjetër. Pra e rrethon vetja e vet, thot vetja e vet gjithë bishtat që ka krijuar ai, gjithë hijet. E për fenomenin e vet. Është shumë interesante kjo thot Denisi, ëh. Jam absolutisht dakord. Po ti thua nuk mjafton vetëm kjo. Jo. Ai ti thua I ja heq kufit lojës politike që përcakton Denisi dhe them ka dhe ordhit të tjera që vijnë nga vath të tjera ose jashtë vendit, cilave ai krijon
murin e tim mbrojtës si është pikërisht kufomat e bashkëpunëtorëve të tij. Dhe këtu kemi fakte, nuk është se kjo është kështu teorike. Sepse jo të oponencë, apo jo? Patjetër, po. Për ta përfunduar me një fjali. Kush është arma ose tempulli që ka ngritur Rama me këto gur? Thot, dakord, se cili mban përgjegjësi, qofse dikush nga këta ka ndonjë lajm ose ka ndonjë pretendim që unë kam urdhëruar, le ta thot. Pse nuk flasin? Nëse ka njeri që s'ka bërë mëkat, po. E ka thënë që përpara këtu 20 vjetësh nuk ka burr në dhe birë kërkoj lekët e veta në xhepin tim. E ka thënë atëherë është bashkia, po. Dhe vazhdon akoma dhe sot. Në qoftë se nga këta ka pretendim që unë kam marrë para për këtyre dhe kam xhep, le të kërkoj. Pra ka ndonjë që mund. Jo, nuk ka gjurmë deri tani, nuk lë gjurmë, është i paparë, është perfid i paparë. Sebastian, pastaj do jap mundësinë Denisit që t'i bëj replikë. Jo, rotacioni nuk është se e kemi shumë qef në këtu, jemi më diktator se sa ç'mendon Denis. Ne themi bëj si them unë, po mos bëj si bëj unë. Predikues më ndonjë shkelje në ndonjë gjë. Bravo. Pra ne patëm këtu e themi vëlla, nuk jemi hipokrite. Nuk e fshehim dot. Ne luajmë me perspektivë të qartë. Tu e vetëm gjë që na intereson është monologu, jo dialogu. Pik. Sebastian, ky është momenti jot. Je dakord me Denisin dhe me Marsidit apo ti Sebastian nuk je fare dakord dhe mund të kesh një ose dy tezat e tua, hipotezat e tua në këtë pikë. Për të përgjigjuar pyetjes kush dhe pse po e rrethon qeverinë e Ramsit 4, nuk ndalojnë goditjet plak. I numëroi të gjitha Marsidi, gjithë kurbanët. Hajde, s'po them për Sami Tahiri se ishte bërë trupat. Po tani te Ballukut e kishte marrë mendja plak. Unë besoj se njeriu më i rëndësishëm, njeriu që ai kishte lënë, njeriu që ai ka lënë dhe i ka thënë gjithë kompetencat për të filmosur ajo, Rama nuk filmonse me asgjë. Po. Realisht. Po, që i besonte deri në vit. Nuk e di sa i mbrojtur është, sa e mbron ligji këtë gjë, po çon si ka, ai këtë ka bërë. Jepi. Besoj se gjykata kushtetuese duhet ta zgjidhë këtë çështje. Duhet interpretohet në 103 ku antarët e Këshillit Ministrave gëzojnë imunitetin e deputetit, ka rëndësi për të interpretuar, dhe është e nevojshme që të interpretohet. Kemi një përplasje midis gjyqësorit dhe ekzekutivit për herë të parë, nuk është se po ndodh për herë të parë. Po, në këtë grad... Filloj që të velia jej. Në këtë grad, që e shohim aktualisht... Kjo është tamam përplasje institucionet më shumë se sa kështu, po e qartë. Pra, në këtë grad që e kemi këtë lloj përplasje, për shembull, po të shkosh në Itali, edhe Berlusconi, edhe Meloni gjithkohës i akuzojnë gjyqtarët si komunist. Trump i akuzon si liberal. Pra, ka një përplasje mes gjyqësorit dhe ekzekutivit që ndodh gjithandej. Këtë po shohim edhe në Shqipëri që gjykata kushtetuese duhet vendos pikat mbi. Unë mendoj se Ramën po e rrethon zullumi i tij. Ti që nga me Denisin, më afër Denisit sa më afër Marsidit, me sa po kuptoj. Jemi bashkë. Mos ja fut kot. Pra, unë mendoj se e rrethon zullumi i tij. Që do të thot pak a shumë, pushteti në shumicën e rasteve është çështje egoizmi. Këtu jemi dakord. Duke dashur që të madhështosh sa më shumë veten, ndoshta shkon tek ajo që bëjmë pyetje shpeshherë politologët, a e di ti se çfarë po ndodh në realitet. Dhe ndoshta ata që të rinë afër, ndoshta t'japin disa të dhëna për të deformuar realitetin, dhe liderët e mëdhenj mendojnë pastaj se edhe me të folurën e tyre dhe me veprimet e tyre prodhojnë realitetet të reja. Ajo që unë kuptoj, de facto, është që kur shet dosje për kadastrën, për shembull, shet persona që grisin faqe, shkruajnë faqe të reja, marrin prona, heqin prona, dhe ne pronën e kemi shumë problem. Sheh për shembull problemet e Akshit. Ne flasim gjithë ditën për diellën, për teknologjinë. Akshi për ata që kuptojnë çfarë është, Sebastian? Autoriteti për informacionin. Informacionin? Po, akronimi do ta gjej se nuk po më kujtohet tani, po e di si akronim të atill. Dhe në këtë kuptim kur sheh tenderat të këtill, kur sheh kadastrën se çfarë ndodh, kur i sheh të gjitha këto dhe i mbledh njëra pas tjetrës, kupton një gjë shumë të thjeshtë, që kryeministrin po e rrethon zullumi i tij. Pas kaq kohësh në pushtet, kur ti mendon se mund të kontrollosh shumë fije në të njëjtën kohë, ajo që ndodh është që të shpërthejnë gjëra të ndryshme edhe ti nuk di se këtë menaxhosh më përpara. Pra, Marsidi tha një gjë që Rama e ka thënë para 20 vjetësh diçka e tjerë. Unë nuk besoj se ka edhe në rang evropian, njerëz cilët
arrin të shohin kaq larg për pushtetin e tyre se ku isha unë në 2005-ën, ku do të jem në 2025-ën, ku isha në 2017-ën. Ramsi të jesh i bindur për ti që e ka pas mendje para shumë Ka thënë miqtë e tij që qenë kohën para që kur ishte sistemi komunist, shkonte te pallati i presidentit dhe thoshte se do jenë. Ka një personazh në politikën shqiptare që arrin të shohë larg, ky është Berisha. Pra për të bërë plane, është më larg Pama se Ramsi. Rama është maestro për të gatuar me mielin e momentit një bukë të shishme. Pra ditë menaxhoj situatën në atë moment. Por po deshet të gjesh një personazh në politikën shqiptare, i cili sheh larg, për mendimin tim ky është Berisha. Por të rikthyet e pyetja. Ti je dakord me Denis, keni vetëm një tezë. Ramën është teza po e këtu. rrethon zullumi i tij. Pritani, atëre një sekond. Për ta përplasur dhe pak para se kalojmë te fabula tjetër. Denis, ky është momenti jot, çfarë replike kishe për t'i bërë Marsitit? Fillimisht unë kam një problem që në fakt nuk është problem, po mendoj aty për aty mendoj njësoj si Rama. Pra në thellësinë time unë jam ateist, nuk besoj në gjëra përtej mendjes dhe vetes. Pra e marr mota mos siç është. Qartë. Dhe unë besoj që Rama nuk ka plane të këtij karakteri afatgjat me skenar që do heq këtë, do vë këtë, se do sakrifikoj këtë, se do Rama improvizon në çdo moment. Dhe improvizon në të gjitha dimensionet dhe kur del mirë, pra e ndan suksesin fort e vërtet, kur dështon e fshe suksesin aty për aty. Pra, po të them një moment me që ishim te ministrat. E kujton atë rastin kur bëri zëvendës ministra Gent Cakën edhe Besa... Atë nga Kosova. Po, bëri ata dy... Ministra, njëri ministri Arsimi, ministri të jashtëm, dhe ata nuk lanë asnjë gjurmë. Po ndërkohë, nga pikpamja e eksperimentit ishte një thagëm ajo që bëri, kupton? Se nuk është puna që mori veton Surojnë, ose një personazh tjetër të botës bashkëtare. Edhe, kush është Baton? Po, Baton Axhiu. Falë, se më kryon problem. Më stopon kujtesa nga i. Jo, personazh, por me një the veton Suroj, bam vajtimin dhe Batonin. Po dikë tjetër, më nuk ka rëndësi. E kupton? Një personazh. Berat Buzhalën më burr, shën si ka. Si ka më, edhe jo domosdoshmërisht mund të jetë nga publicistika ose bota e medias. Po me që merrën këta për këta improvizova dho. Po mori dikë që ishte pa identitet fare dhe përveç se ishte pa identitet, i bëri një pjedestal aty për aty. Dhe njerëzit të cilët nuk shohin skenar, si që thot Marsidi, shohin atë që i thot Rama, atë që ofron Rama, pra në qofë sa ish pjedestali i momentit, atë duar trokasin, atë... Po shtë bëjnë morë të Denis, o Denis? Po për regull, pra... Por në shdo fund botës kryeministri është më dha, të tjerët janë bishtat e time, janë hijet e ti, por qeveria në thelb qatë, nuk duat kundërshtoj. I mban mend kukullat me tela, te teatri... Po ta thasha Master of Puppets atë, je kam bënë ku më edhe emision të skenar, pra. Po ku nuk je dakord ti me Marsitin, pra që ta kuptoj unë diferencën. Se Marsiti e shtron në një koncept ndryshe. Jo, më thot janë ndërkombëtarë që për rrethojnë, thot Marsiti. Ai planifikon një mburoj, thot që nuk ka fare më Rama, improvizon çdo moment. Pse? E para Rama nuk është i friksuar fare nga bijem këtu dakord me Marsitin që s'ka kundërshtar, zero. Pra nuk ka një rival. Pse? Këtu në Shqipëri s'ka pra. Sepse ai ka arrit që të kompleksoj kundërshtarin me formën e vet. Jemi dakord tu. Pra, në qofë se ti del të përdorësh njëtën formë, Rama është më i suksesshëm se forma jote. Edhe Akili ishte i pavdekshëm, ti e di apo jo? Po. Por aman, po. Rastësisht, shigjeta ju ngurt te thëmbra. Te pika e dobët. Që i kishin futur në lumë. Që i kishin futur e kishin mbet vetëm ajo jashtë. Pra, jemi dakord që Ramsi, prandaj ne i quajmë Ramsi, nga Ramsesi, faraoni e tjetër. Po një sekond. Ne nuk dim cila është pika e tij e dobët dhe për këtë jemi mbledhur sonte këtu. Por Rama ka vetëm pika të dobta ndërkohë. Ti po kërkon vetëm një, Rama është tërësisht i dobët. Thjesht, Rama luan me faktin që s'ka një njeri tjetër që të bëj një lojë krejt tjetër nga jo e Ramës. Pra në qoftë se Rama bën... Smëri mua kjo. Ja pra ta them, ta mbaroj. Kam një arsye. S'ka njeri tjetër sepse është ky shumë i fortë. Jo, e ke gabim. S'ka njeri tjetër se njeriu tjetër që u projektua që të rivalizonte Edi Ramën ishte Lulzim Basha. Një kukull debile politike, pra jo personazhi njeriu, s'kam fare, s'dua ta di fare kush është bota reale, po një kukull idiote politike i cili ishte terital politik, pra i ngrir stof terital, vërë qatë duash, që dilte si statik, njëri statik, pra njëri që nuk prodhoj kur originalitet. Pse na pëlqeun e Basha tani? Orame, se zbritin territor, zbritin trotuar. Dhe e pe përfundimin. Po thjesht rregulloi ngrirjen e njeriu veten e vet, sepse ishte shumë i ngrirë. Qartë. Ndërkohë, politika është kimi.
media është kimi. Ne e dim këtë gjë. Pra, media dhe politika kanë një të përbashkët kimin. O në gjitë, o nuk në gjitë. Ti thua nuk është se ka ardhur në kaubojs në qytet i ri dhe është duke rrethuar. është poshtë fare territori. Dare, po të flas për të huajtur burg, jo për Shqipërinë. Në rregull, atë Prandaj edhe përmendi Marsiti tha ka ardhur Flemingu, tha dëgjoj, para sa ditësh. Dhe erdhi 2 ditë fiks para se të ishte 2 ditë para se të hapej. Pas po procesi ndaj në kryeministrës dhe si ministrës. vazhdon pasi erdhi Flemingu tani? Çfarë ndodh? Ne po këto janë hipoteza të gjitha, ne nuk është se dim gjë. Na tragojmë, Ne nuk do të vërteta, o Denis. Mua më duhet procesi më eksiton. Po të madhësh vërtetën u mërzitem iki. Po mbyllet debati. S'duhet të thonë vërtet. Marian, ka një pyetje retorike që. Dhe këtu mbyllet të kaluar tematikë. Ishtaist, nëse s'ka një kundërshtar të denj, ai humbin reflekset e lojës shaut? Po patjetër, po. Asnjëherë. Ky nëse s'ka kundërshtar, ky do dështonte vetë. Luan shan mur, ka vendosa të mur bën Ka lëvizje për kundërshtar. kundërshtarin. Thjesht kundërshtarët janë të padukshëm. Po lëviz vetë mo. Ka dha entitete që mundojnë ta kufizojnë fuqinë. Po ndërkohë është duke krijuar opozit. dy letonesë. Po ishte Po pra, them. po se i duhet loja shaut. Vendos Po ka mos kishte kundërshtar do i humte ajo Nuhatja Shqisa. Ju thoni nuk ka asnjë armik ky ndërkombëtar vëlla që është duke e minuar tani në këtë moment po. Ky është i bllokuar komplet. Një pyetje kam. Ky është komplet i bllokuar në administratën amerikane, nuk po çan dot fare. Kjo për ty është rastësi atë? Pra nuk ka lidhje me ngjarjen që po përjetojmë? Idiotësitë e veta, ma tallja që bëri tani me Armenin ishte një gaf totale. Edhe para asaj nuk është se kishte ndonjë Po, praktikisht ky e ka bërë një herë gafën e parë me Trumpin apo jo. Ky doli, bëri Po deklarim. Trumpi ja ka falur atë. Jolli dorën qafte në ato, tha ky është mbushteti. Trumpi është mbushteti, është Trumpi, unë mendoj. I tha, i bëri një kompliment. Trumpi është një njeri inaçor dhe është një lloj tipologjie më keq se sa inaçorët shqiptar. Për mua. Atëherë kjo që po ndodh këtu e lidhi me gringot apo jo, Denis? Ka që thjesht është. Patjetër, më nëse kanë ata ndikim, sepse unë nuk mendoj që gringot merret me ne mëngjes drekdar. Jo me ne, më. Zgjohen ata dhe thonë, "O me çfarë bëhet atje nga Shqipëria?" Jo, kanë interesa politike dhe gjeostrategjike. A duhet të kenë ata në kontroll? A duhet të kenë ata në kontroll drejtësinë vëlla? Dhe nuk është vetëm Shqipëria që kanë bërë të gjë. Me sa orë mund ta vendosin? Me sa orë mund ta marrin kontroll? Si me Sa orë? Me orë, jo me ditë. Në kontroll, nëse nuk kanë kontroll mbi drejtësinë, me orë e marrin. Pra nuk është çështja a na kontrollojnë dot apo jo. Ne nuk jemi në interes të kontrollit tyre. Është gjithë pra ata janë indiferentë. Është gjithë fantazia jonë që amerikanët na duan në mënyrë specifike ne. Pra Ramsi thua ti nuk është i rrethuar nga askush tjetër përveç vetes. Po vetëm gafat e veta mo. Vetëm gafat e veta i krijojnë kost. Jo, se Gjithë reforma në drejtësi vetëm dy fjali. U bë dhe është mjeti juridik, sepse ata e panë që me mjetet politike, establishmenti vjetër dhe rita vjetër politike nuk shkullet, e gjithë reforma në drejtësi dhe struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është pikërisht, le të themi kështu, makineria e cila ja garanton atyre në çdo moment lëvizjen e gjithë enturazhit vjetër dhe gjithë elitës vjetër politike. Shikoj lëvizjet që kanë ndodhur, kush janë goditur? Janë goditur gjithë elita vjetër politike dhe gjithë elita e vjetër e sistemit gjyqësor, që kanë qenë në bashkëpunim me elitën e vjetër politike. Në qoftë se do ishte ky interes, do ishte lejses fare, le të bëjnë çfarë dojnë. Kontorno, se dy personazhet kryesorë që mbajnë politikën e vjetër janë Edi Rama dhe Sali Berisha. Edhe Ilir Meta. Po Ilir Meta ishte koto burr aktor që ka ekzistuar për inerci tani. Kingmaker. Po ç'a Kingmaker? Ka qenë dikur, dakor. Ishte ka pas një vlerë. Po Edi Rama po shtetet Denis Veki. Pastaj për fajtet e tij, për fajtet e tij 67 vota ka pasur 2013. Jo, pra ishin rrethana. Ishte dikur. Ishin rrethana momentale. Tani është bërë bipolar. Parasysh kur të ngel ndonjëherë pushtetin rastisht dhe ti je aq idiot, saqë nuk e kupton sa pushtet ke, e shpërdoron në atë mënyrë saqë përfundon kështu siç përfundoi Ilir Meta. Pra Ilir Meta, nëse do ishte lojtar politik, s'do ishte aty ku është sot. Po për shkak se nuk ishte lojtari që ne themi dhe besojmë që është aty ku është. Mendoj unë, mund të jem gabim. Jam dakord me Denisin unë këtu, po. Vlla, kjo është aspekti i klasës së tij, po them për skemën e madhe pse u bë. Unë nuk di gangster që është vrarë, edhe pra është në Vareza, edhe ti flet për atë me nder dhe zgjuarsi. Ai ishte idiot që jam dakord absolutisht në lidhje me ndërtimin. Gangsteri ai që bën dhe gangon dhe vazhdon jetën normalisht dhe mbyll jetën 85 vjeç. Jam dakord, pa është perspektiva e aktorit, unë po them perspektivën e skemës. Jo, është te aktori. Perspektiva e skemës të madhe ka qenë që duhet një rjetë e re në mënyrë që të mbahet gjithë enturazhi vjetër dhe establishmenti vjetër politik. Tani dy njerëzit që i kanë bërë kollar Ilir Meta gjithë jetën janë Edi Rama dhe Sali Berisha. Të gjithë jetën janë afru, janë larguar, kanë përdorur Ilir Metën sipas interesave. Ilir Meta vetëm thjesht është pasurun kurriz këtyre, po këta e kanë përdorur Ilir Metën për pushtetin e tyre. Ilir Meta mendon se i ka përdor këta dhe thjesht mburret me postet e veta, të cilat në një moment caktuar të jetës vet janë zerus. Ai është sot në burg. Nuk e kujton njëri Ilir Metën si ish presidenti, ish kryeministri, kryetari i parlamentit. Flet njëri për këto jo.
shtetë si Ilir Meta. Shumë pak flasit, apo jo. është e drejtë. Pra s'ka ngel pra medalja. Medalja është shkrirë, ishte medalje false. I ka humbur eksperjenca e tij shtetërore. Ka dhe një lloj mitologjie në këtë mes, sepse duhet kuptojmë një gjë. Në qoftë se mendimin e aleatëve tanë dakord për reformën drejtësi. Ndalem në një pikë. Tani ka një lloj mitologjie që krijohet gjithkohës. Për ta mbyllur, të lutem. Sa më shkurt se bi. Se duhet të kaloj te fabula tjetër. Çfarë duhet të them me këtë lloj gjëje? Ka një ndim nga aleatët tanë për të ndërtuar një instrument i cili do të luftoj korrupsionin. Por ajo që ne ndërtojmë gjithkohës dhe Laçi Vitaj tha shumë bukur, e kishin marrë 2 podcastera, e kishin marrë në një intervistë ku ato hiqeshin si 2 zyrtare etj. Shumë e çuditshme tha, se si tha në Shqipëri tha lidhen tha çështjet e zgjedhjeve tha. Atje tha me do fitoj Trumpi apo do fitoj Hillary Clintoni në Amerikë. Në rregull e ka. Tani në këtë pse ta thash këtë lloj gjëje. Unë e kuptoj ndikimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në arealin ballkanik. Ndikimi amerikan është çështje e stabilitetit ballkanik, ndikimi evropian është çështje e marrjes së këtyre shteteve për të bërë pjesë të BE-s. Se si ndahen këto me njëra tjetrën, nevojiten studime të imtësishme për ta parë se si ndahen. Por këto logjikat me amerikan me letra, me CIA, me FBI, me KGB, me FSB, që këti i dha letrën, ati ja bëri me sy, këti i çoj mesazh, unë nuk i besoj dhaq shumë, me thënë të drejtën. Në qoftë se ne jemi liçeni mbyllur i NATO-s në Adriatik, kjo është e para. E dyta, ti nuk e qenë në asnjëherë faktor destabiliteti në Ballkan, sepse ti maksimumi që ti mund bësh është zihesh me njëri tjetrin. Po të destabilizohet Serbia, destabilizohet gjithë Ballkani. Atëre pyetje për Serbin. Dhe jo për çunat e tjerë, sepse ti e ke më shumë qef gjeopolitikën. Dhe e levron më shumë, dakor? Pyetje për ty për ta mbyllur. Në Serbi, se më vjen një mesazh. Edhe është për ty. Në Serbi, USA, pra gringot, SBA-ja, ka vendosur sanksione të rënda ndaj NIS-s. NIS është nafta industria Serbia. Kompania shtetërore e naftës. Dhe rrezikohet krizë energjetike në Serbi, gjë që do të dëmtoj Vučićin këtë dimër. Pritet ta dëmtoj këtë dimër. Dyshi Rama Vučić qartazi letatohet nga Bashkimi Evropian, kjo duket. Ama jo nga administrata amerikane aktuale. A mund të jenë gringot, Sebastian, duke lëvizur gurën në Tiranë dhe Beograd njëkohësisht? Po mund të më jap për 60 sekonda përgjigjen, do jesh brillant. Kompania e naftës NIS është në sanksione, por në krahun tjetër kemi marrëveshje me Hungarinë sa i përket dimrit, që mund të kemi gaz përgjatë dimrit. Mund të shohim këtë lloj lëvizjeje në rang ballkanik, por ajo që duhet parë është dinamika në Serbi është sa i përket destabilizimit të gjithë Ballkanit, hapja e shtetit dhe përdorimi i paramilitarëve dhe kishës nga Rusia, sa i përket Shqipërisë është krejt dinamik tjetër. Në Shqipëri ne jemi aleata amerikanëve, nuk jemi destabilizues të rajonit, dhe s'pak është një instrument për të luftuar thjesht korrupsionin. Ku ndërtimi një makinerie, më pas se ecën shpejt apo ecën ngadalë, kjo është çështje e politikës së brendshme. A mund të duan Shtetet e Bashkuara të Amerikës aleatët për të thënë që dëgjoj pak më shpejt, pak më ngadalë? Kjo është çështje tjetër. Por ajo që unë shoh është Serbia ka dinamik krejt tjetër nga ne, Serbia është me financime kineze, ditën e sotme amerikanët folën për investimet kineze në Greqi, ku kërkuan blerjen e portit Pireut. Serbia ka Jo, kërkuan blerjen e portit Pireut, kërkuan të iknin kinezët. Do ta marrin ato. Edhe Misha i tha jo, më duket. Do ta shohim, tha, se si tha jo drejt. Nuk i tha jo tamam? Okay. Në mënyrë shumë diplomatike. Mirë bëri. Nuk e prishim dot ku është me gringot. E dyta, në Serbi kemi një bazë ruse në Nish, që nuk kemi bazë ruse në Shqipëri. Në Serbi kemi infiltrimin e shërbimeve ruse nga Vulini në paramilitar, që kjo nuk ndodh në Shqipëri. Në Serbi nuk kemi reformë në drejtësi si në Shqipëri, me gjithat këqijat që mund të ketë, ka një lloj autonomie të drejtësia sot, dhe prandaj sot ka një përplasje midis pushtetit gjyqësor dhe pushtetit ekzekutiv. Pyetja ishte, pavarësisht se Serbia dhe Shqipëria nuk ngjajnë fare, dhe këtu jemi dakord me ty, amerikanët e sotëm, administrata e sotme, apo bën goditje paralele. Unë mendoj se tu me spakun dhe me gjykatën, më fal. Po godet qeverin, atje nëpërmjet naftës do të dobësoj Vučićin. Kjo është pyetja. Unë mendoj se amerikanët janë duke favorizuar Serbinë. Janë duke favorizuar, thotë. Pa atëherë lajmi ishte i rrem kjo, që po goditet kjo është e Bidenit nën sanksione. Vazhdon dhe sot, pra. Kjo është politike përgjithshme e Trumpit dhe Bidenit dhe Evropian. Aktualisht, po të shohësh, administrata amerikane është duke favorizuar Serbinë në dëm të Kosovës. Faleminderit Sebastian. Marsit, Denis dhe Sebastian, 30 sekonda përgjigje. Se ja bërë edhe pyetje edhe Kullës.
po jam kurios sa ditën nga ju, po filloj nga Denis, jo po filloj nga Marsidi, jo filloj nga Sebastiani, jo nga Marsidi. Marsid, kush e fiton këtë betejë tashmë të hapur, edhe pse me shumë kamuflim nga anë Ramsit 4, me shumë djallëzi, po tani naiv si jemi drejt që thaj, dallohet që ai nuk është fare është dakord me këtë që po bënon, se të paktën kështu thot, me këtë që po bëri gjykata, me Belintën, me Belën. Kush e fiton këtë betejë, thuat? E fiton drejtësia e re? Apo e fiton Ramsi? Në finale, po themë, në afat mesëm. Drejtësia e re. Ti thua, betejë Ramsi? Po. Okej, s'du argumente, do të kemi kohë të flasim. Denis, ti si mendon? Rama është drejtësia e re, pra. Rama ka një... Ti thua kronolon Ramsi? Jo, nuk thashtë. Ç'do të thënë Rama drejtësia e re, atëherë se kuptoj. Rama ka një kartë shumë të fortë që mund të jetë rastësore ose jo. Programi i vitit 2013, programi politik, ka një perifrazim. Ne do bëjmë reformën drejtësi. Po, e ka thënë dhe para se të vinë në pushtet ai këtë, ka thënë që 2011. Tani çdo gjë që ndodh, sido që të ndodhi, përveç atakimit direkt të vetë Ramës nga drejtësia. Këtë po flasim tani. Një moment. Si janë më lajm tani këto, numri 2, numri 3. Fakti që me Gonigal kaloi, qëndroi, pra jo si personazh, si ngjarje. Si fabull, po si dosje. Fabull, pra, erdhi, u diskutua, kaloi, qëndroi, u arshivua. Nuk u arshivua. Dumani tha, e kemi, po jetojmë me Gonigalin. Një moment, kur them u arshivua, e them në mënyrë, u vënë në gjumë atëherë, ose u stopua. Dumani parlament nuk tha që po jetojmë me Gonigalin. A ishte kjo deklarata? Që të fusim atëherë pak të boda jonë. Qofse ka një kallëzim zyrtar, qofse ka një indicje ligjore, ajo qëndron aty, ajo nuk griset. Përjetësisht është aty. A aktivizohet apo jo është pikë pyetje. Qartë. A do ndodhi apo jo është pikë pyetje. Unë them që në konditat që jemi... Ti thua nuk ndodh. Fakti që... ti parashikon pra. Unë parashikoj që çdo gjë që... Marsidi thotë të fiton Spaku pra betejë. Më fal. Çdo gjë, po e fiton Rama ndërkohë, se Rama thotë Spakun e kam bërë po unë. Pra unë jam autori Spakut, unë jam mbështetësi politik i Spakut. Dhe vi prapë te Marsidi, se Marsidi çfarë tha? Denis, kam krijuar një aureol, tha. Rama. Ti deri këtu janë retorik. Pyetja është nëse i troket në dorë në derë Ramsit. Ka në qofse. Se në qofse ne të dy mund të ishim pafundësisht në... Por e parashikimi është më burr. Në çdo lloj... Marsidi parashikoi që po. Unë po të them pra që parashikimi i Ramës është një parashikim i cili... Jo i Ramës, më jo. Parashikimi jo. Parashikimi i Ramës i raportit me të vërtetën dhe me Spakun, me drejtësinë, me të gjitha. Parashikimi i tij është brenda logjikës që ai ka ndërtuar pra si politik. Por e mora vesh ti ç'parashikon o Denis? O vlla, po të them që nuk ka Rama është vetë drejtësia, ti më the kush fiton, drejtësia apo Rama? Atëherë do thuash fiton o Rama o drejtësia? Po fiton Rama, pra se Rama është vetë drejtësia ndërkohë po të them. Pra në këtë është pak e çuditshme që i thua ti pra duket e bukur, por ndërkohë ti nuk pranon që Ramsi e kontrollon drejtësinë. Jo. Po si që ka vetë drejtësia, pra? Sepse në retorik është vetë drejtësia, më në retorik. Atëherë ta bëj, ta banalizoj. Po banalizoj, butaj se vajti ora 2, po vete ora... Ti në lagje, se pra dhe mikrofonin. Ti në lagje, edhe në lagje është gjithmonë një i fort. Po. Në lagje është gjithmonë një i fort. Jo, mbanje tani të marrosh një idem, pastaj rregullohet. Lagje është gjithmonë një i fort. Ty nuk ka nevojë të thotë ai i forti do bëhesh me mua. Ti e di që duhet të jesh me të fortin. Mba kap logjikën. E kapa. Pra, kjo ndodh vlla. Ata nuk ka nevojë që ta tashojnë njëri tjetrin se kush është me tjetrin. Pra, drejtësia me Ramën dhe Rama me drejtësia. Ata e dinë që janë për njëri tjetrin dhe me njëri tjetrin. Pra, Rama mos kujtoti që çohet, gjithë thotë dëgjoj. Pra, kjo legjenda që ka dalë që e mori prokurorin telefonin tha mos merr kështu. Se kush di vet kufirin e vet në këtë rast. Pra, dhe politika luhet me ndrisht. Pra nuk do mbrin kur thua ti këtë Ramsi. Po kjo është parashikimi i Denisit pra. Shko se u lodhëm për më duk. Duhet ta shpjegoj pse pra. Po të ma kishe thënë fillim pastaj ta elaboroje pra, se unë po prisja të më jepi një herë tull përgjigjen, ta thash ta më sa më. Sepse Rama thash edhe një herë, në çdo rast Rama e përkthen veten me drejtësinë. Pra, ju jeni këta, unë ju dhash pushtetin, ju jeni prapë pushteti im. Pra, edhe që se ka bër ai, kur një dorë nuk e ka fshon dot, duhet ta puthësh apo jo? Po. Sebastian, parashikimi jot, kush i fiton betejën? Ramsi apo Spaku? Po e them me 30 sekonda. Betejën do e fitoj gjyqësori, por në fund luftën do e fitoj pushteti politik, që do të thot pak a shumë. Unë kam pas menduar se Spaku do të shkoj tek Rama, por sot nuk e mendoj. Nuk e mendon më? Jo, nuk e mendoj. Pse e them këtë lloj gjëje? Pushteti politik është pushtet politik i cili legjitimohet nga qytetarët. Nga votat, po. Nga ne qezë. Nga vota e gojimve, po.
Pushteti gjyqësor është shumë i rëndësishëm dhe ai është një pjesë e rëndësishme e sovranitetit tonë. Është i pasgjedhur, por gjithsesi është i zgjedhur mes tyre, mes komunitetit, po. Është shumë i rëndësishëm. Edhe i pasgjedhur, por ne ja kemi deleguar Qartë. Është pushteti i tretë, valla. Ajo që unë kuptoj në këtë mes është kjo lloj gjëje. E para njerë nuk preket një kryeministër në detyrë, dhe nuk ka për të prekur, ndoshta pas mandatit kjo ngelet. Pas do të hanë të gjallë, po nëse do ketë pas. Në mandat nuk Da preket. vdesin pushtet, po. Po. Në mandat nuk preket, po ti. Jo, në mandat nuk preket, por Ky është debati im në fakt. Unë dy bazë deri tani kam humbur. Marcelo Lipin e mban mend? Të kujton gjë? Ja ta mbaroj Sebastiani, por Sebastian apo kaq mbarove, kaq ishte. Jo, kaq ishte për shkimin jot. Marcelo Lipin e mban mend apo? Jo, po s'shoh futbollin apo. Trajnerin e Italisë u bur, që dolin Calciopoli në skandal. Mori Italinë, nxori kampion botën 2006, u amnistua. Mori Shqipërinë, do e çojmë Bashkimin Evropian, se Bashkimi Evropian po na merr, jo se po shkojmë ne. Në çdo rast do jesh. Ti beson që do hyjmë, do të ramari. Besojmë, jemi të marrë më burr. Është e sigurt. Po është e sigurt më. Pra nuk është e gjitha kjo një shprehje e trut. 2029-ën Parlamenti Evropian shkon drejt djathtës ekstreme. Pra pas 2029-ës asnjë vend nuk futet më në Dhe BE. ti thua para 2029 do futet. Para Do futet, do 2029-ës zjerohet. i pari është Malizi, të dy do të jemi ne. Aktualisht që flasim ka një dyshim nga gjermanët, aktualisht që flasim. Dyshimi është i vogël, nuk është i madh. E bëm të debat, do të kthehemi prapë se kemi Por, e bëm të në debat. qoftë se ne nuk futemi në 2029, nuk zgjerohet më BE-ja. S'është thënë do vinte të djathtat kur thua ti kështu, sepse ata duket sikur vinë, por nuk vinë asnjëherë valla. Jo, do të vinë. Se mblidhen gojimat bashkë me njëri tjetrin dhe nuk i lënë të vinë. Tani Politikat që po ndjek sot BE-ja, Denisi nuk futen nga këto detaje, tha, Denisi tha do e marri, do e marri BE-ja. do hym, po. Edhe i thotë do e marri. Do hym BE, po. Okej. Pra, atë që ti s'bëre dot për 15 vjet, po e bën për 2 vjet. Tu ka një alogjik. Këshilli Unë pres të shoh ato ndodhi apo jo. Këshilli dhe komisioni kanë kaluar një vendim që nuk është kaluar që nga vitet 60. Deri tani unë nuk kam parë të ketë ndonjë vendim për zgjerim vlla. Që nga Di që është e kundërta. që nga Marrë vendim unanim nuk ka zgjerim. që nga vitet Tani se 60. nga dalin këto gjëra, pa propagandë e këtij fush, aq e madhe, aq e bukur, se i kanë filluar dhe ne ti besojmë. Që nga vitet 60 ka që nga vitet 60 është vetëm një vendim për planin e rritjes Ballkanit Perëndimor që është kaluar nga Bashkimi Evropian në të gjitha shkallët në kohë rekord për një Ti e vit. di që ka një vendim, ti e di që ka një vendim që nuk ka më zgjerim. Është ngrirë zgjerimi. Nuk është vendim, nuk është vendim, është brenda koalicionit gjerman ka një klauzol ku flitet që duhet reformimi brendshëm. Bashkimi Evropian në vetvete nuk merr dot vendim për të mos u zgjeruar për arsye sepse bie koncepti Bashkimit Evropian. Ajo që unë po mundohem të them në këtë moment, në 2029-ën të gjitha sondazhet sot tregojnë që mund të ketë vajtje drejt një lloji të djathtë ekstreme, populiste, ta quajmë si duash. Në qoftë se nuk zgjerohemi deri në 2029-ën, ajo që ne do të shohim është që nuk ka më zgjerim në Ballkan. Malizi është front runner që quhet, është pak më përpara nesh, ne e ndjekim Jo, nga s'janë për mbrapa. pak, ata janë shumë përpara nesh valla, në çdo standard. Okej. Jam dakord. Ne e ndjekim nga mbrapa. Të gjithë kalojnë kufirin në Malezi e shohin se çfarë arome të mirë vjen atje. Ktu sa futesh kufirin këtej bën aramut gjithandej. Tu plas, këtu ka plas kanalet, as krahasohen fare nata me ditën. Ne mund mos plotësojmë shumë kushte. Por hyrja jonë në Bashkimin Evropian është shumë e rëndësishme qoftë për ne si shqiptar, ne si konsumator dhe për ne si qytetar, është shumë e rëndësishme për Kosovën që dikush flasi shqip në Bruksel dhe është shumë e rëndësishme për shqiptarët e Maqedonisë që dikush flasi shqip në Bruksel. Nesër më ja të shohim të gjitha këto, dakor. Ëndra janë këto, po të shohim, po në realitet është i thot Denisi pas. Ëndra janë po nganjëherë. Atje pastaj do shikoj, atje do të bëjmë monument nëse ky arrin të bëj këtë piruet pa parë. Se bën kjo, e bëjnë ata. Edhe ata pra, nëse ka arrit puna që BE-ja do fusi një vend shkërdhat si ky. Ata përcaktojnë drejtin e klubit hapat. Është dëgjoj, është do të më ikur urgjent vlla, s'po e them tani se kjo imagjinoni se ku do të shkoni, po do të ik nga BE-ja vlla. Nuk ka ndodhur tani asnjë vend nuk ka qenë në këtë gjendje që Shqipëria të bëhet pjesë e BE-s. Berisha na Ka Që katastrofë Rumania është akoma. Kjo është magjini vetë katastrofë. Arian. Pante herë muto Denis. Vjen keq, se unë flas me njerëz që kam jetuar në Arian. Ka kishin ca standarde o burr. Tani, o Denis, po tjetë. nuk ishte polici o burr që rinë në çdo kryqëzim të kryeqytetit dhe ndalon makina për të marrë gjoba o burr. Po jam shumë dakord. O Denis, pa o burr. Thash kemi standardet për të shkuar në Bashkimin Evropian. Mos e ngatrojmë. Tu është ditë. Nuk thash. Jo, po nuk krahasoj me asnjë nga vendet që kanë hyrë dikur. Duhet na fusin më burr. Ne jemi vagoni i mallrave. Atë po them pra. Që ka treni 12 vagona, 11 janë me njerëz dhe vagoni i mallrave. Atje po je në tren. Bravo. Do na fusin se duan të na fusin, po them, duhet më uzhduk nga BE-ja valla. Ka që thjesht. Është zgjedhje personale pastaj. Po mirë, detyra ime kjo është të bëj të bëj njerëzit mendojnë si unë. Po, në rregull. Unë diktator jam. Po ama magjini vetë larta është, nëse e bën. Është magjini. Ai mo. Po çfarë flet më deri tani po i ecën sa atë më burr. Të shohim tani, të shohim. Se ka dhe aksidente rrugës. Diskutohet. Është në tokën në Rumani.
Po, tamam është, dhe në tokë në Rumani, nuk do të marrë Rumania, vlla, si, nëse, fute për arsye tjera. Do thua shtu kemi naftë madhe, nuk e dim, vlla. Shelli gërmoj, nuk gjeti gjë. Po, s'ka nevojë me gërmu Shelli, ke bankersin, që e marrin gjithë naftën ata, ne rim shohim. Po, ja, është, po nuk është ai shumë, pra, thonë që nuk ka. Si s'është ai Nuk është shumë, o Denis. Po, si s'është Është e shumë? paprofilshme, dëgjoj Arjanin. Si, po, llogaritet i Ne e shohim për vete. 15 miliardë euro, që di, që është e provuar, që kanë firuar. Tre që ta ndejmë, por se për tonë Shqipërinë mund të jetë. Apo flasim për Shqipërinë. Po, më është vështirë për të përpunuar tani, është Ne histori nuk tjetër. jemi ajo. treg, edhe po të bashkohemi me Kosovën, po ta veshë re, nuk jemi treg, se janë bërë studime fizibiliteti, pse s'bëhet porti i Shëngjinit, pse s'u bë porti i Shëngjinit, se s'ke treg, për çfarë duhet? Mjafton një port, mjafton Por dush. Denis, po një sekondë vlla, se i vetëm do bashkohesh me Kosovën. Kapi momentin e patriotizmit tim tani. Po. Por do bashkohesh me shqiptarët e Maqedonisë Veriut, kujdes. Pra, nuk je treg, pra. Do marrësh trevat që janë shqiptarë në Greqi një herë. Nuk Po, je fillosh treg. kuftën me Greqinë, do ta mundësh patjetër se janë shumë shqiptarë atje vlla deri në Athinë. Marrësh pjesë të Athinës. Është e sigurt. Merrem me bilance, mos e merrem. Një sekond. Shqiptarët e Marizi. Ç'është perceptim apo? Mos Po të bashkohen të gjithë këta, Denis. analizë. Po të bashkohen. Po është bërë më analiza, është bërë analizë fizibiliteti. Prap nuk del. Nuk është treg, pra, nuk është treg. E me gjithë tha që thash unë. Po komplet, pra. Nuk është treg. Po janë 10 milion shqiptarë në Po i Greqi. sa dush më shtoj 20, tregu matet me Shqipëria ka 10 milion banor gjithsej, 10 tregu milion matet me shqiptarë. raportin, tregu matet me raport. Pse i shajmë në atërë, ne do t'i duam ata po janë shqiptarë. A, Denis. Okej, jo, po thoya që tregu matet me raportin prodhim, eksport, import. Kjo është çështje, nuk është çështje e popullsie numrash. Edhe India ka 1 miliard e 700. Ikëm. Çështja është e fuqia. I ikëm fare kësaj. Po prapë, publiku e kuptoj pozicionin tuaj, Denis. Ti the këtu brenda e ka vet ai. Shumë serioze? Shikoj, jemi në mes të gjithmonë, as shumë serioze, as shumë. Okej. Do bëjmë ndonjë batut. Sebastiani është shumë Jo, afër. me qëra fjala harroa me thonë që Malizi është katastrofë për këtë çështjen e erës keqeve fjalë. Kush ta tha këtë më burr? E theti sa kalon se nga Malizi këtu është merr. Ata janë më të merr për erë. E ke seriozisht ti? Seriozisht fare. A ke shkuar në Malzi? Dram unë vetëm Malziri. Banera mut atje? Është dram fare. Po Denis, Për lutem. për të ngrënë zdin gatujnë, për të vesh vishen cop-cop, kanë vetëm kontraband, korrupsion masiv, do të thënë, s'di ç'a të them, me kupton Malizi, po të jetë për këtë pjesë standarde është dram. Banera qytetërim, kur e keni gabim. Nuk thash që s'ka korrupsion. Se banera qytetërim? Unë them për gjëra të vogla, më që e bën jetën e përditshme, nuk thashun. E para njëra mund të jetë kot ja fut sepse po na dëgjon shqiptarët tani dhe di shumë atje s'ban era mut. Jo, po të them, Dhe kujdes, nuk ban era mut as në Kosovë, plak. As në Kosovë. Edhe Kosova ka standarde brillante, po ta dish. Je dakord me mua? jam kundër fare. Prit. Unë nuk e di pse e thua ti këtë, kjo do bëjmë çek ne për këtë. Okej. Do bëjmë çek valla, do marrim dëshmitar në studio valla. Po mirë, po dëshmitari është subjektiv, nuk është. Nuk e di, do gjejmë një mënyrë për ta çekuar këtë valla. Ta gjejmë Se mënyrën- prisja nga ty dhe nuk e pret të më thot për Malnezi valla. Po, Jo realisht ta ata. them me bindje. O e thua se je shumë patriot dhe nuk duron dot që Vetëm këtu e gabim, s'jam fare. Jam pragmatist total. Ma në marrësi se e ti ke qenë marrëzime, por ç'a thot ky më valla? Unë e kam thënë mendimin tim. Dale më, është Tjetër gjë. ti e që i konfirmon që mban era. Jo, s'është e vërtetë. Mor dini s'gan zore këtë më burr. Po ti thash argumentat. Mos i Po përsërit. më mua më ka ikë në hati tani, sepse unë vetë unë shkoj shumë shpesh atje më valla. Po ai Po shpesh, do më vinte një moment më. po ai shpesh shkoj dhe unë. Po ku më në zonë? Ore, mos e ke fjalët e zonës shqiptarëve. Zona e qytetit vjetër. Në Ulqin. Karakteristike. Jo, zona e qytetit vjetër në Budva për shembull, Podgoricë. Probleme shumë. More Denis, mos ngatron. Jo, më fare nuk e Po ti ngatron në erën Dhe rrugët nga shkohet nga të dy linjat nga Dëgjoj vajin tat, po ti ngatron. Po dëgjoj Mariani. Po jam një sekondë për s'do bëjmë debatën mos e s'na plas. Jo, po Dëgjoj Mariani, ti ngatron erën e algave të detit, sepse Budva është det valla. E ngatron me erën e mutit, është ndryshim i Jo, madh. unë fola për Podgoricë. Gjasojmë pak, se mund të gatrohesh për një moment, Edhe por era në fakt nuk është ajo. Edhe era ligjave po ashtu. Jo, fole për Budvën zotri. Jo, po thash dy linjat nga shkohet për Podgoricë, dhe nga Budva, dhe nga Hanihotit. Më fal, po flet për Podgoricën kryeqytetin, Po. që mban erë të keqe? Dram fare. O Denis dëgjoj, unë Seriozisht, e di po pse. mirë, a do të nuk shkoj- dua që tani njerëzit të A thonë do të ty shkoj- nuk është mirë. le të thonë, le të thonë çfarë- Po jo, do ta thon. Po le ta thon. Se shqiptarë shkojnë në Malziu. Po ikim një moment bëjmë një fiasko. Ku? Në Amsterdam, ç'a erë vjen? Kot me të pyet. Era shurr vlla. Era shurr totale. Ku vjen era shurr? Në qendër të kryeqytetit në Amsterdam. Po e ke gabim mor Denis. Rashash. Dram fare. Po ai është e para është era shash një rreth nga. Është era shurr. Jo, është ashash. Po më fal për shprehjen, është era shurr. Sh për sh është ashash, nuk është shurb. Është VC publike masive vlla. Jo, po pse tani? Po tani më hapi këtë bisedë. Dhe e dyta, mos dëgjoj, ai është dhe një qytet i lirë seksualisht.
Po s'ka ngatrohen tjetër nerva, fare. po një sekond, Jo, ngatrohen nerva. Grupa të shoj shumë era, është e vërtetë. Qofse dyshonte nuada ime, e lem më hapur bisedën, po unë po të them Mi më ky është debat, më. Bëj një sondazh të lutem, moti. e mora Një këtë sondazh rast. tek ajo te. Ja pyeti njerëzit, qofse nuk janë dakord njerëzit. Ja, mo ta pyes. Amsterdami është dramatikisht me aromë. Tani Amsterdam do bëjmë Marnezill. Po jo, të solla një kryeqytet europian që vjen aromë tmerrsisht në ligjërat të drejtë era shumë. Mua sa mbush do të mendin. Nëse janë mbush mendjen njerëzve me këtë, Po ne bravo. prandaj e bëjmë emisionin që Jo, rregull, bëjmë rregull. njëri tjetrit. Marsiti i tha kjo s'më rezulton. Ka qenë ky gjithandej. Biles në Amsterdam. Ti Sebastian Marzik e qen besoj. Po, dhe kanë një nga grupet kriminale më të fuqishme. Po lere mo, se o Sebastian, po flasin për aromën e fekaleve. Ore Sebastian, krimi ka qenë, është dhe do të jetë më rrëllat, të vazhdoj krimi. Ata kanë medalje për kontraband. Ore krimi ka qenë, është dhe do të jetë në gjithë botën më për këshma. Ato e kanë Atyri hiqi kapelën për kontrabandist. Skaljari është shumë Tani i po rrezikshëm. flasim për erën e... Sepse ne themi jemi ne problemi Por më unë flas literalisht për erën vërtet, më nuk është simbolike. Se ke vënë. Mbas pandemisë më ka humbur nuhatja. Me thot thuaj, bravo. Mbas pandemisë ka ik nuhatja, po dakor, mbas Covid. Kalo te fabula tjetër o Ledi tani sepse është shumë interesante kjo tani. Këtu do të jemi seriozë realisht. Kalo te fabula tjetër Ledi, o plas.